kujdes mikrofonin. Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në lulishten Krinzan Tema, përballë Grand Hotelit në rrugën Garibaldi. Këto miket e mia kanë dashur të më qarosin, sepse nesër me 28 nëntor, përveç festës flamurit, e kam edhe një ditëlindje të më të bukur në jetën time. Ajo është kur për herë të parë u bëra nën. Prandaj e zgjodhen to zonjusha e zonja të Krinzan Temës ma kanë zgjedh këtë lule që ta mbajnë në shtëpinë time, sepse lulet japin pozitivitet në shtëpi, ndërkaq aromat i gëzojnë shpirtat dhe fytyrat tona. Ju faleminderit, Krinzan Tema.